Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytzoi një takim me studentë mjekësisë për shpjeguar vizionin e tij për kujdesin shëndetësor. Premtimi i parë i Berishës për këtë sektor është dyfishimi i buxhetit e hapja e një fakulteti të dytë mjekësie për të luftuar fenomenin e largimit të bluzave të bardha. Zotohemi të dyfishojmë rrogat për mjek dhe infermierët. Çfarë bëri Hungaria kur ra Covidi? Çoi rrogat e mjekëve të vet të afërta me gjermanët. Se po ikin në Gjermani ata. Berisha premtoi një politikë të re në raport me barnat. Importojmë vetëm ilaçe që shiten në 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian, pra që janë të miratuar nga enti evropian i medikamenteve ose enti amerikan i medikamenteve. Në këtë mënyrë ne garantojmë cilësinë e ilaçeve. Kryetari i Partisë Demokratike akuzoi rivalin politik Edi Rama se dështoi të mbajë premtimin për shëndetësi falas. U premtua shëndetësi falas. A e dini ju që Instituti Zyrtar i Statistikave, që kontrollohet nga qeveria, njoftoi një javë më parë se shqiptarët paguajnë në vit 820 milion euro për kujdesin shtetësor nga xhepi i tyre. 820 milion euro. Sipas Berishës, situata në spitale sot është alarmante. Situata në spitale është çnjerëzore. Është në terrenin e krimeve kundër njerëzimit. Pse është kjo? Sepse të smurët në spitalet tona vdesin nga mungesa e ilaçeve për të mjekuar sëmundjet e tyre të rënda. Gjatë takimit me studentët, Berisha premtoi anullimin e ligjit që detyron ata të cilët përfundojnë fakultetin e mjekësisë të punojnë në Shqipëri për një periudhë të caktuar kohe.